Gjykëko miratoi kërkesën e SPAK për të shtyrë edhe me 3 muaj hetimet për kryetarin e Partisë së Lirisë, Ilir Meta, i cili prej tetorit të vitit të shkuar qëndron në arrest me burg. Shkak është bërë pritja për materiale të kërkuara nga partnerët ndërkombëtar. Pas procedurës, problemi qëndron që nuk kam prova të mjaftueshme dhe akoma dhe po presin disa prova të reja, të cilët as ne nuk e dim se çfarë provash janë. Avokati akuzoi për qëndrime politike, duke shtuar se dosja qëndron në prokurori prej 6 vitesh dhe ende priten prova të reja. Kjo vepër penale, për cilën akuzohet presidenti Meta, është regjistruar në dhjetor të vitit 2019. Është regjistruar një javë pasi zoti Altin Dumani ishte prokurori i SPAK-ut, nisi nga puna, dhe prej vitit 2019, dhjetor 2019-s, deri sot kanë kaluar afërsisht 6 vite. Dhe 6 vite SPAK-u nuk ka mbledhur akoma provat për të inkriminuar ose për të marrë në përgjegjësi penale presidentin e Republikës. Në fund të muajit maj 2025, Metës janë komunikuar nga SPAK akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes së pasurisë. Me të njëjtat akuza, prokuroria e posaçme antikorrupsion ka marrë të pandehur edhe ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi. Ish-presidenti është në procedim për 3 dosje penale si aferën Çezdia, lobimin e LSI-s në SBA dhe hetimin pasuror. Akuzat janë komunikuar edhe të akuzuarve të tjerë, Ema Çoku dhe Piro Xhixho.